Ngjarje e rëndë në Vlorë plagosen 4 të rinj. Sherr me thika në Vlorë në një lavazho në lagjen Hajroça Këri janë konfliktuar me sende të forta disa shtetas dhe gjatë konfliktit. Njëri prej tyre shtetas i KH, rreth 20 vjeç ka mbetur i dëmtuar me mjet prerës thik. Aktualisht ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Si pasojë e konfliktit, kanë mbetur të dëmtuar me sende të forta edhe shtetasit RY 30 vjeç, RM 19 vjeç dhe DI 32 vjeç, të cilët pasi morën ndihmën mjekësore u shoqëruan në komisariat për të marrë në pyetje lidhur me rrethanat e konfliktit. Nga veprimet e shpejta hetimore, është identifikuar dhe po punohet për lokalizimin dhe kapjen e autorit të dyshuar të plagosjes me thik, shtetasi AB 25 vjeç. Grupi hetimor vijën punën për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e çdo shtetasi tjetër të përfshirë në këtë konflikt. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.